Shiko, duke marrë parasysh që nuk kemi publik, sepse në fund të fundit po jetojmë në epokën e pandemisë, unë e kam përgatitur Uaxhaxhaxhën tim me një daulle që të mbuloj duartrokitjet. Uaxhaxhaxha, ku i kam duartrokitjet? Yes, everybody! Unë jam e bindur që u ka marrë malli për pak, why not, sepse mua personalisht mu ka marrë malli jashtë mase për të gjithë ju. Puthje nga ekrani orës, direkte për çdo shtëpi, çdo familje, çdo ekran telefoni, çdo YouTube që po na ndjek në këto momente. Faleminderit shumë. Tani, po jetojmë në fazën e karantinës. Karantin, po tham, pse jo? Why not? Të heqim pak mendjen, pse jo mos të ndezim atë bencin AMG që kemi ne. Apo jo? Kështu që, everybody! Zonja dhe zotrinj, lidhni ripin e sigurimit. Okej, e lidha unë e para, ku i kam duartrokitjet Uaxhaxhaxha. Seriozisht, unë mendoj se këto puntatat e fundit, të paktën deri në mbyllje të sezonit që jemi deri në fund të qershorit, do jenë vërtet shumë fan, sepse për herë të parë ne po bëjmë emision në kushte të çuditshme, në fazë karantine, në epokë epidemie. Por, çdo gjë bëhet, siç ka thënë edhe i madhi Dostojevski ka thënë, ora se kush e ka thënë një nga këta njerëzit të mendshëm shumë, që qëllimi justifikon mjetin, kështu që jemi gati të fillojmë emisionin. Oh yeah, baby, we are. Tani në këto momente, duke qenë se neve fillojmë gjithmonë why not, me një lojë me publikun për t'u ingranuar dhe për t'u karikuar sa më shumë, unë kësaj radhe nuk kam publik dhe kështu do jemi deri në fund të qershorit, por kemi menduar të kemi një rubrik, duke qenë se jemi të gjithë nëpër karantina dhe në telefona, le të themi që ka lulëzuar në mënyrë ekstreme ashtu si vetë pranvera dhe TikToku. TikTok është bërë viral dhe ne gjithashtu kemi përzgjedhur disa video të TikTokut që kemi dëshirë t'i ndajmë me ju. Të shohim kush janë videot më të famshme tani për tani. Jemi gati. Pozicionojmë edhe unë afër. Okej. Këta duhet bëjmë bashkë, Uaxhaxhaxha. Okej, kalëm të videoja tjetër. Kjo është Perl. To ishin dy video interesante të përzgjedhura nga TikTok, por prisni, nuk e keni parë akoma sensin e humorit që është krijuar për shkak të situatës që po jetojmë me pandemin. Nuk dua të përmend ato dy fjalët koronavirus apo fjalën COVID-19, sepse i kemi dëgjuar kudo, na kanë ardhur këtu. Kështu që të mundohemi të kthejmë pak faqe, të shohim anën pozitive të çdo gjëje. Shohim pak kinezë, se si lozim me faktin e pandemisë që po jetojmë. 哎呦我去！红霞你哟，Unë nuk e kuptoj se kinesët gjë e madhe, ndërkohë që ka muzikën në sfond, po të dëgjosh ka një zëburi aty. Go. Prit. Shi, me spruco. Ku i kam duartrokitjet Uaxhaxhaxha? Yes, por në këto momente do sjellim edhe koleksionin në fundit të TikTok për sa i përket videove më virale, Flip the Switch, kënga e Drake, që të gjithë i kanë bërë në versionin e tyre. Kjo këngë është nga Drake edhe duke qenë se Drake është i çik çokolatino, le të themi që të gjithë çokolatinot e kanë ndritur këtë lloj TikToku më mirë se çdo ngjyrë tjetër njerëzore. E ndjekim në këto momente këtë compilation të Flip the Switch në Why Not. Këtë Uaxhaxhaxha do bëjmë bashkë. O thjesht duhet gjej veshin. Look, I just flipped the switch. I don't know nobody else. Look, I just flipped the switch.
nobody. O, zot! E, këta zëzakët janë papa, për zote. Për këto video. I don't know nobody. Oh, I love this one! No! I don't know nobody. Zot! Look, I just flipped the switch. I don't know nobody. Oh, dhe kjo është nice. Look, Shimi qik. I just flipped the switch. I don't know nobody. Okej, e lej me kaq. E lej me kaq se nuk kam të mbaruar. E seriozisht, ju bëjmë challenge, të gjithë ata që ndjekin Why Not-in patjetër duhet të bëni flip the switch në versionin tuaj dhe të bëni hashtag Why Not Show Flip the Switch. Sepse duam t'i nxjerrim këtu në leduallin tonë dhe t'i komentojmë. Why not, baby? Okej. Tani në këta momente, dua regjia të më mbushi pak atmosferën e studios me muzikë, me duar trokitje, me fishek zjarre, ku i kam? Se jam vetëm fillikat në këtë studio. E fillojmë me Daullen. Rezi muzikën. Duar trokitje. Daullen. Okay, everybody, jemi në Why Not, ju e dini që Why Not është benzina më gëgjash me benzinë dhe dini shumë që të gjithë që në këto momente neve duhet të lidhim ripin e sigurimit. Në këto kohë karantine që kemi ndetur një muaj pa Why Not, nuk e di mua si smëra damvllaja. Jam mërzitur jashmase shumë. Por le të themi që kemi sëmundje profesionale sepse unë nuk kam ndetur dot pa folur me publikun dhe jam lidhur me live stream me anë të Instagramit tim. Kam folur me të gjithë me anë të Instagramit tim. Dhe përfundimisht të gjithë ndjekin Why Not-in, të gjithë ndjekin Orën dhe të gjithë na duan shumë. Shumë dashuri për të gjithë. Personazhet, prototipat e live streameve të mia që unë futëm në Instagramin tim, unë do i ftoj këtu në studio. Oh yeah! Ndërko, tani në këto momente le të kemi të ftuarën tonë të parë. Po përpara se të kemi të ftuarën e parë, ua xhaxha, ku e kam kallashin? Nga larg, ua xhaxha se të kafshoj postoj. Okej, mishemi të dashur prezantoj kallashin e Why Not. Tani jemi gati për të ftuar personazhin e parë që kemi këtu në Why Not. Kemi një super talent. Gjithmonë në rubrika super talenteve është në Why Not, kush ka dëshirë të jetë pjesë e emisionit tonë, mund të na kontaktojë në Facebook Why Not Ora News, mund të na kontaktojë në Instagram Why Not Show, gjithashtu në profilet personale të mijat, apo të Suelës, apo qoftë të vitë recepcioni orës dhe të thotë, dua të jem te emisioni Rozalatit. Ne i kemi dyert e hapura për çdo që ka talent në art. Për puntatën e sotme, kam zgjedhur një vajzë të vogël që është super talent vërtet. Është e papar dhe ta keni parasysh emrin e saj do e dëgjoni të gjithë. E ka kërkuar gjithë bota, të gjithë e duan Anën, kështu që unë kam kënaqësinë ta ftoj në studio Ana Kodra! Hajde Ana! Stop! Hajde Ana! Ullu të vëndi jot, ullu, se nuk të takoj dot. Okej. Distancë, 2 metra distancë. Okej, të pëlqen të rish aty e ullur? Po. Të pëlqen ai kënd, jo zemër? Më duke se do më intervistoj mua Ana, se sa unë Anën. Motër është vëndi ima ju. Hello Ana, si e zemër? Shumë mirë. Mirë. Tani, kam këtu të shkruajtur tek skaleta ime një nga artistët e rrë që nuk kalon festival pa shkuar në Shqipëri, rajon dhe botë. Të lutem, do na i numërosh shpejt me gisht apo s'të dalin gishtat i numërosh të gjitha? Tani, mos të mburremi shumë, Ha. po kam qenë në shumë festivale. Më tregon një herë. Festivali i Shkodrës, kam fituar 2 çmimet e para, pastaj kam qenë te festivali i Tiranës, një çmim të parë, me atë çmim të parë shkova në Junior Eurovision. Bravo, ja ky është një detaj vogël që duhet ta dinë që të gjithë që Ana ka përfaqësuar Shqipërinë në Junior Eurovision, të festivali i madh i Eurovisionit për fëmijët. Ku i kam duar trokitjet ua xhaxha. Yes. Këto zërë se janë duar trokitjet e publikut. Se kështu na ndodhën. Okej, tjetër? Kam qenë në shumë festivale, do më thënë që bën edhe jashtë Tiranë.
Nuk e di, nuk më mbahen më në gjitha, po kam qenë në disa festivale në Kosovë, pastaj në Maqedoni. Të ajo të kjo Eurovision Junior që vajte, pate emocione. Atje ishte... Atje nuk mbaja do të mënda asgjë, do më thënë, edhe kur shkoja në skenë, shikoja skenën edhe pastaj harroja që do bëja, ishte shumë frikë. Qa këngë këndove atje? Mos ma prekni pemën, fliste sigurisht për pemën. Profesori imi i muzikës, i solfegjit më sakt, më propozoi që ta dëgjoja këtë këngën, Kristi Popa e ka emrin, në këtë rast e përshëndes. Më propozoi ta dëgjoja këtë këngën edhe ishte shumë e bukur, edhe menduam që ta çonim në festivalin e Shkodrës. Në festivalin e Shkodrës fitova 2 çmime të para me këtë këngën, pastaj me këtë këngën shkova në festivalin e Tiranës dhe fitova 1 çmim të parë, pastaj shkova në Eurovision edhe Tada! Here it is, baby! A mundesh të lutëm ta vetëm refrenin? Po, patjetër. Sa her rrugës kaloj, sa her kthem në shtëpi, bemën e përqafoj, e përkthen me dashuri, mos ma prekni jo, se unë nuk do ju lejoj ta dini, më qajnë, si fëmijët janë një loj, janë një loj. Mos ma prekni pemën. Oh my god! Oh la la! Ej, qëfar super talenti! Toke këtu, toke. Unë me modën Se nuk time të kemi përqafoj shpikur do, një pa, toke disi do të kisha kështu. përqafuar? Me këmbët, po, e kam edhe une. Do e bëjmë edhe bashk, do e bëjmë në fund të emisionit. Po mirë, tani, ja flasim një qikë për fazën e karantinës. Për pos fakti që do këndosh edhe një këngë për ne këtu në studion e Why Not, Pa tjetër. Flasim pak për fazën e karantinës. Si po e kalon ti karantinën? Karantina ime është e vetmuar. E vetmuar, zemër, jo vetëm e jotja. Nuk ndihem mirë në shtëpi më. Nuk ndihesh mirë? Kjo ishte e vetmja mundësi që unë të dilja me këtë emision. Që erdhe këtu, Po. Zemër, gjithashtu edhe ne. Shqyqyr dolën pak u ajrosëm si gjallesa. Mendoj se edhe pak do zjasi, se nuk duroj do të më. Por që si do që tjetë ke patur shumë kohë të lirë në shtëpi, edhe me motrën tënde, mos gaboj, keni bërë disa video TikTok. TikTok. Edhe babi ka hapur TikTok. Edhe mami im dhe tezja ime kanë hapur TikTok. Kështu që i ndjekim pak në këto momente, këto videot e TikTokut që kanë bërë gocat. Që e du thonë, alo? Të s'më ke marrë telefon fare ti mu. Jam stadium! Ashtu, një stadium, dje? Qa ndeshe po shefti? Po shof Real Barcelona. Ashtu, ma kalo pak Ronaldo në telefon shpejt. Që e du thonë, alo? Ti ke imituar këtu Zoomin. Kjo është e Zoomit. Kjo nuk e di, Apo jo, ishte një Xhaxha? sound, edhe i gjetëm në TikTok, motra ime po bënte scrolling edhe E gjetët. Edhe tha, Ana, të ta bëjmë kjo video mbaq, edhe e bëm. By the way, ti imiton mirë. Po. Je imituse e mirë, apo jo? Po. Qa më kanë thënë që imiton mirë ata që shesin në rrugë, që shesin që dalin me karrocë. Se ne nuk bëjmë diferencime këtu, po ata që janë një qikë më të pjekur në fursen e tjerët, që kanë një qikë në gjurë më të pjekur se në tjerët. Kam rënë në melankoli të madhe. Mundesh ma imitosh? Po, më ka marrë malli. Jepi, s'kemi ko. Për të bëjmë gati. Krat vjetra vlaj, soba lavatri që frigorifera. Sarë që kalon a i në laqë, i përtas nga balkon. I vërtet i bën konkurencë? I bëj dhe konkurencë, po a i më qesh, gjuna. Nuk e mërë për keq. Jo, nuk e mërë për keq. Po ka sensumar, po të gjithë janë të dashur, zemër, që të gjithë. Atere, qëfar të mungon më shumë nga jeta jote e përditshme? Nga jeta ime përditshme, shkolla, shokët. E bën kështu mësimet online, kam Po. përshtypjen. Po, nuk është një lloj si ti jesh në shkollë. Në shkollë me thënë ke dhe shoqe, mund të bësh interaksione me të tjerët, kurse me mësimet online që do bësh ti, do Nuk e. shikosh zyshën në sy. Po, e drejt. Ku i kap duar tërkitë, po Xhaxha. Ana, si janë planet e tua për këtë verë? Në balkon. Në balkon, Why not? Po, ndërkohë si është puna me Italinë? Doje t'ike në Itali? Po, për në verë doja të ikja në Itali, në San Benedetto, sepse kisha edhe një festival për të bërë.
Edhe e kisha shumë me dëshirë t'ikja, sepse nuk kam qenë asnjëherë tek ai festival. Edhe atje ishte si ishull San Benedetto, edhe doja që t'ikja shumë atje, po ja karantina na e prishi. Na e prishi planin. Po Tani, ndërkohë kam dëgjuar që edhe menaxhera nga Amerika të kërkojnë. Edhe nuk ftojmë këtu talente do si do. Talentet e reja që janë në Why Not janë super talente. Prandaj dhe ne kemi rubrikën Super Talent. Do këndosh këngën e? Ed Sheeran, perfect. Perfect. Tani kitarën aty që unë shikoj, do vi dikush dhe bjerë kitarës? Jo unë. Dhe i bjesh ti kitarës? A ke mësuar të bjesh kitarës? Gjatë kohës të karantinës. Me vërtet, në këtë kohë tani e ke mësuar kitarën? Po. Zemër që ke multitalent, zemër, nuk e di, kam frikë s'do bësh kur të rritesh. O zot, si do të përballojnë. Do dali një benca MG 6.000 benzine tjetër. Okej, girl. Ana, skena është për ty, zemër. Thank you. I found the girl for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I said you looked a mess, I was underneath my breath. You had it, darling. You look perfect tonight, darling. Tonight, oh baby, you look perfect tonight. Faleminderit. Daulja! Duar trokitje për të voglën, Ana! Duar trokitje, zemë jo, maj distancë, shko të cepi aty, edhe unë të cepi këtu, edhe... Ma jep kështu bryllit. Bravo! Ana, je fantastike, zemër! Faleminderit shumë që erdhe këtu në Why Not! Ju faleminderit juve, kjo ishte ftesa më bukur. Oh, la! Ishe fantastike, ne na emocionovi ashmasë shumë dhe çfarë zëri grandioz ke në kaq trup të vogël. Je shumë e mirë. Okej, e përcjellim Anën me duar trokitje. Faleminderit, Ana! Dhe kthehemi ne këtu në Why Not, pozicionohemi në vendin tonë. Pra miqtë e mi, tani jemi në momentin e të ftuar speciali që është shumë... Ku i kam duar trokitjet? Miq, duke qenë se kjo është puntata e parë e Why Not, mbas fazës së karantinës, do të thoja që ne si stafi Why Notit jemi munduar shumë që të sjellim sa më shumë buzëqeshje dhe sa më shumë harmoni në shtëpitë tuaja kudo që jeni duke na ndjekur në këto momente. Kështu që kush më mirë se sa ky personazh special që do ftoj unë tani do ta ndriste dhe do falte të qeshura pafund për të gjithë ju. Kam kënaqësinë të ftoj në studio aktoren, super talentin, po mbi të gjitha mikeshën time shumë të mirë, Ana Lika! Ajo është e bukur, ajo është e mirë, trupi saj nuk ka kom. Ana! Se saj si ka Stop, Wadzu Gjaja! Sile Wadzu Gjaja! Hajde, stop!
Them me bravo se prishe make-upin. Okej. Tani jemi mirë. Tulim direkt. Vazhdo, zemër. Okej. Prit, co. Ballo për lajtëm. Okej. Se u ishte ullur një gotë tjetër aty, po prit tjerë se... Ua, moj Roza më bëre shumë. Sa ko kisha pa u lagu. No, të shqita e poshtë, kujdes kur flet. Tani shiko Ana, duke marrë parasysh të gjithë që neve në fakt personazhin Analika e kemi një personazh shumë të lëvizshëm, shumë energjike, unë kam nevojë për një mburoj. Jetojmë në epokën e pandemisë, duhet të ruhemi nga njëra tjetra. Po, se unë e kam dhe kështu, unë kur flas bëj... Po, pikër, unë e di që do qeshim e do gajasemi, kështu që jemi të përgatitur për një xham mbrojtës. Ua xhaxha, të lutem na sill xhamin mbrojtës, ua xhaxha. Se s'ngrejtë do të kërë. Tani mund të aprekim njëra tjetër. Ta shi s'prek do të tunse. A mund të puthemi në faqe? Po të shkemë. Ua. O Ana, po që ke bërë në një gjë, Ana? Si ke qënë? Asgjë shpirt, hiç ja kështu në shtëpi si gjithë dynjaja, po sa punëtore jemi, mashallah. Me det o zot. Po si keni qënë? Po këtë karantinën si a ke kaluar? Të them të drejtën, Roza, unë jam nga ato persona që mund të mlesh 2 muaj në shtëpi, nuk dal fare, nuk e kam të nevojshme hiç të dal. Vetëm ideja që më thënë mos dil tani, jam duke u çmen. O zoti madh, është e tmerrshme. E kam në mendje komplet, do me thënë reagimin tënd, se ty po të thuash, mos Ana këtu se xhic, ku këtu? Aty, po. Unë po të çmendem, nuk e di do me thënë, shpresoj të mbaroj pak shpejt kjo gjendje, se pastaj do më shifnin me ndonjë kronik. Kam bërë një hedhje në një gjë kështu se do duroj, po. E thaj. Në fund fare, do hidhem. Sëroj të pohë. Shiko se daullën e kemi në efekt të Në duartrokitje. vend të duartrokitjeve, më raft pika. Që nuk kemi publik, zemër. Më raft pika sa bosh duket studia. Për zotin, po s'ka problem shpirti, po. Jemi në të dyja me shpirt. Mirë nga shtëpia, mirë? Mirë, ti si ke pas? Mirë, beri qaves, mirë, po mirë karantina me këtë zuri? Më zuri me familjen, me mamin edhe me bashkëshortin e mamit, sepse të gjithë pjesa tjetër e familjarve janë shpërndarë. Janë shpërndarë të gjithë? Në për shtëpia të ndryshme që mos jemi të gjithë bashkë, sepse ashtu do ishim të çmendur shumë më përpara. Do ishit zënë, do ishit... Se ne jemi dhe familje shumë e madhe, Roza. Edhe duke qenë se jetojmë afër me tezet, me kalamajt e tezeve, do ishte një çmenduri, po jemi larguar pak në shtëpia të ndryshme edhe pak më mirë kështu. Tani, kam parë në Instagram që ke postuar live streame, ke postuar video gjatë kohës karantinës bashkë me Ketionën, një keshën tonë, edhe kënaqësi kam të di do me thënë si e shtyn kohën Ana në karantinë. Çfarë bën? Bëj shumë gjërat ndryshme. Pa. Flej gjumë. Pa. Gjumin më nuk e ndaj. Gjumin e bukurisë, e qoftë ka kapi të jam e shplovur. Sa mirë ngjaj, kupton? Të gjithë njerëzit po shëndoshen në karantinë, unë po do psohem. Kjo është gjë shumë e mirë. Po, sepse po mbaj dhe një dietë. Po mban dietë? Po, njëkohësisht. Bëj një ushtrim kështu mas dite. 2 ditë po, 6 ditë jo, po që rëndësi ka kjo. Nuk është se kam bërë një gjë më shumë më përpara. E di që kam dëshirë të di, se po diskutoni më përpara, se këshu është kur merë për intervista shoqen tënde. Po diskutonim se sa po kishte nisur urdhri për të mbyllur të gjithë në karantinë, për të mbyllur të gjithë në shtëpia, ku ishte Analika. Dhe erdhi Analika këtu, më tërgo pak këtë fazën, këtë momentin. Unë të them drejtën, isha jashtë. Ishe jashtë. Edhe isha në Itali. Aty ku po polciste. Aty ku po vlonte. Aty po ja jepte ba unë aty.
isha në Itali dhe kthehem, po nuk ishte ardhur akoma urdhri që të izoloheshin. Okej. Ditën që erdha unë, mbas 2 ditësh tanë izolohuni të gjithë nëpër shtëpi, po ideja ishte që unë duhet rria 14 ditë këtë karantinimin Veç, sepse sapo kisha ardhur nga Italia. Unë kisha takuar shoqe... Njerëzve. Kë nuk kisha takuar, le të themi, kë nuk kisha takuar. Dhe më merë policia në telefon. Se unë nuk e ditë se kam punë vetëm me policia. Më merë policia në telefon, se unë kam ndruar dhe shpim, pa adresë nuk e kam ndruar, kupton? Më merë policia në telefon, përveç se më bën një presion që rri 14 ditë në shpi, e tjere, thesht edhe si kur të doni ju, unë nuk kam ku hiki se s'ma hapte njeri telefonin, sa morën vesh i kështë ardhë nga Italia, gjithë, jo, s'kemi qik punë, s'dalim dot, dalje të gjithë, thesht edhe si kur doni ju nuk ka shu dot, nuk dal dot, tha për mu tha rri qik në shpi, tha i polici, dhe bë mirë tha që kur të marrë karantinimin, tha të ndryshosh ta dhe adresën, tha se merë gjobe dhe për këte. Do me thënë u me zi, po pres marrë karantinimi që të ndroj adresën, mi prandaj, ose du dali, ose du dali. Me natyrën tënde të komunikueshme, bëri qik muhabet me policin? Absolutisht po. Folëm për gjëra... Folëm për gjëra normale që mund të flitet me një policë në telefon, jo për një ndeshje, për një skedin, jo po pëse u myll kampionati ka i shpejt, jo po... Kjo daullja në vend të Duar Trokitëve. Shumë e bukur, shumë e bukur. E kështu më, Roza. Kështu thuaj. Po mirë tani, ku ke qenë ande nga Italia, do më tregosh një situatë komike për shembull, të gjunin e qik që ishe kështu kinge bukuroshe shqiptare? Me thënë të drejtën ande i rria vetëm me tuta, shumë punun, gjithë ditën varavingo, po nga që dilja në për dyqane e tjere. Edhe u bë pa kohë që isha duke ndejtur andej, ose po lëvizja me thënë drejtën, duke pas parasysh që u largova edhe nga puna këtu në Tiranë, doja të merja një palë pushime gjata, që i kam ndëruar gjithmonë që t'i thoja gjithmonë që do t'i merja dhe i mora një palë pushime gjata. I bërë fakt kryer. Edhe bëra ca shëtitje, ca lëvizje, kështu po erdi koha që duhet lyja flokët, sepse... Po, ndërkohë Italia ishte, me thonë, zë gjë mbyllur kam përshtypjen. Jo, nuk i kishin mbyllur akoma, po unë nuk i dija vëndet, them drejtën, se nuk është se jetoj atje. Edhe përfundova duke lyer flokët të Berberi Lagje. Ana Lika shkon dhe lyer flokët në Itali ke Berberi Lagje. Okej. Me thënë drejtën, më nxori një super lyer flokë. E kam e vërtet. Të betohem, në qoftë se jam akoma në këtë gjendje që jam sot, jam nga Berberi Italisë. Edhe normalisht që atje të Berberi vetëm burra. Ishte ajo goca që më lynte flokët edhe unë goca të. Edhe kisha njërin përballë, unë ndërkohë leja kokën të lava testi, ato që kisha përballë. Ishte, nuk e di, se nuk jam racista, absolutisht, po nuk e di, më duket se ishte indian. Okej. Duket se ishte indian. Kështu ishte i pjekur shumë në furrë, kam përshtypjen. Ishte, kishte një kështu karnaxhone, që ka fillu flas gjysmë italisht. Po besi ato që flasin gjysma, se si vin fjalët. Si duket ky, jo si duket i pëlqeva ume, po si duket isha e vetë mja femër aty, edhe më bënte ca gjestet të tipit që... Hajde do... E ka për tip, ti ishe e shoqëruar aty kam përshtypjen. Isha me njerëz, isha me 4-5 veta. Okej, po. Ja, sa po bëri dhe çuni ekrani tani aty, 4-5 veta, right, kushta haktomi. Isha me ca shoqet mijat, me një 2-3 shoqet mijat. Te Berberi. Te Berberi, sa të gjetëm aty. Edhe, aje, pa që gjesti parë nuk i heci mirë, Rosa. Edhe unë u shtriva dhe njëherë, si kur se pash do me thënë këtë gjesti, so vura dhe në sikletë, unë ngrita prapu, se a goca se që lante këte i mbrapa. A i nëzori pëlqenë sa makine. Indiani mes Berberit, aha. Edhe ma bëre. Do doja të dija që reagimi ke bërë ti. Më vinte
shumë për të qeshur, hera parë në jetën time që kam mbajt të qeshurën, hera parë në jetën time. Që ke ndëritur serioze. Pinc, se thash në qytet që se njefe, në vend që se njefe. Si ke ropte tu këtu vërdalle. Absolutisht këto marrë telefon këtë i thush hajde se më mori indiani. Këto qëra më. U shtriva dhe njëra aty, lau kokën ajo, i thash asajt, presto. Presto, ke vjene il indianjo, e që prende d'Albano. Presto, se kam i qikpun. Edhe dola... Me shpejtësi. Po si zojmë ja kokën poshtë, kështu, kupton, vetëm i kisha tharë flokët, pas e i krefa në shpitime. I krefa në shpitime. Atje ku jetoja. Në hotel, Ma mbaj këtu mua beti, ma mbaj. Në hotel, po të ngjan keq në televizor thuash në hotel, se thojnë tjerët se ka qenë hotel kjo. Okej, tani me që pas ke qove në Itali, shiko tani, është da thënë, unë nuk mund të bëj këtu si e pa ditur, se në fundit jam në pozicionin e gazetares. Me xhamin përballë. Sepse jemi në situatë karantine dhe i kemi urdhër që duhet të mbrojmë njëri tjetrin, të ruajmë distancën. Po më dëgjon mirë për te xhamit. Të dëgjoj shumë mirë, xham. Okej, zemër. Që po thëja? Po. Do bësh rolin e gazetarit. Edhe, tani, doja të dija nga ana jote, a je e dashuruar, a si e dashuruar? Jam shumë e lumtur. Je e lumtur? Jam shumë e lumtur edhe kjo i përmbledh gjitha, se unë edhe kur flas shumë smecin gjonat, që kështu... Jo për gjë, po ka dalë disa portale. Normalisht je lakuar në për portale lartë të poshtë me futbollistin, një histori dashurie me një futbollist, dhe neve, më falni mua juve, regjia ju lutem, kemi ndonjë informacion këtu në Le Dual, të komentonim pak... Sa mirë që kemi xhamin! Sa mirë që kemi xhamin! E shef motor që të shtiva. Të shtive. Bravo, Xhaxha, që kemi vënë xhamin, se dhe të shtiva tash. Të shtive dhe të shtive të ca lajme. Fjale vërtet. Të shtive të ca lajme miroza që qatë të... O, zotë sa punëtoret ka bë kjo karantina. Vdiqja botër, po qa ti bëj? E shiko, se sot për sot njëri pasur është kush ka letër higjienike. Kështu që ne këtu në Why Not jemi të blinduar me letra higjienike. Atëre, ja ku e kemi dhe foton. Kjo është fotoja në fakt që ka qarkulluar në për të gjitha portalet. Mojti motor doli që të defi... Ua, si duket sikur kemi dalë bashk. Në fakt kanë huazuar, kanë hulumtuar njerëzit duke marrë parasysh që jeni që të dy në të njëjtat lokacione, edhe do donim të dinim nga ana jote, mbasi ka dalë to lajme. Sa zemra çuna shke thy? Ku di unë mi? Po besoj se do kem thy shumë zemra çuna, se... Shifë shkruj ma! Po s'besoj se... Nuk besoj se kam thy vetëm zemra çunash. Ke thy dhe zemra gocar zemër? Se di mbase po, se di. Por nuk e di pse duhet thy me këtë foto, unë kam foto dhe tjera shumë të bukra. Se di pse e kam thy me këtë foton. Nuk e di, këto janë foto që qarkullojnë, kur ti në fakt këtu je me bluzën, me të njëjtën bluzë, me futbollistin që ka emrin Amir. Se faktikisht, kjo firma vetëm një masë ka nxjerr bluzën. Ku e dini ju që është e njëjta? Okej. Po mirë tani, përpos me ti nuk do t'i përgënjeshtrosh këto lajme. Unë s'po them asnjë gjë me thënë drejtën. Unë nga ky xhami, si më thesh para, dëgjon mirë, tash s'të dëgjoj fare unë çfarë fleti. Zemra të shtiva unë, fjalë vërtet. Tash të shikoj vetëm kështu ty. S'të dëgjoj fare. Ua Xhaxha hiqe xhamin, sa që kisha të shtimën. Tani jam mute. Okej.
Po mirë, tani është çështja me kë nuk të kanë bërë për të dashur, me thënë të drejtën. Përpos futbollistit ta mirë, po me Drilonin të kanë bërë për të dashur. Do ko Driloni në sheshgjerime ka qenë me të dashurën e vet. Po, me të fejuarën. Me të fejuarën e vet. Me thënë si pret ti këto lloj thashë themesh. Të them të drejtën Roza, deri para ca kohësh, edhe më e vogël, kur dilja nëpër portale, tani të flasim realitetin. Në fillimet e karrierës, absolutisht që nuk do që të përflitesh për lidhjet. Do të përflitesh për atë që ti bën. Por se del në për portale dhe për këto gjërat e tjera, absolutisht që të rritë edhe audiencën. Normalisht. Të flasim realitetin. Dhe në fillim nuk është se e kisha shumë probleme, këdo që të nxirrnin, se u mësuam. Në fillim e kisha një çikshu që i shohin këto të shtëpis, jo po kështu e pa kështu. Po duke qenë se dhe familja ime të rjetën është mësuar me këto që dalë në për portale dhe për lajme të paqëna, nuk është se e kishim problem. Kur e pash ato se kishim problem, i futa dhe unë një menje të letë. Po edhe me Gjakën më duke të kam bërë për të dashur. Mua me të gjithë. Kushdo që më afrohet më afër se 1 metër, shqyr që erdhi ky virusi, që po më rrinë largë njerëzit. Po të rrinë largë portale. Se unë do isha bërë e dashur me të gjithë. Edhe me njerëzit që kam punuar, dhe me njerëzit që kam miq, edhe me këtë lloj njeriu që të shohin. Unë kam edhe një tip se ti më njeh mirë, unë jam edhe një tip që jam shumë i dashur si natyrë, jam shumë e afrueshme. E qeshur. Edhe nuk, unë për shembull Drilonin e kam pafundësi shumë shok. Kam punuar për gjithë filmin me Drilonin, edhe duke ndetur 24 orë, se ne s'kemi xhiruar vetëm Shqipëri, kemi xhiruar edhe jashtë. Duke ndetur gjithkohës me njëri tjetrin, normalisht që krijohet një lloj afrimiteti. Dhe ti e shef vetëm pastaj nëpër lajme që je lidhur me Drilonin. Si e priti e fejuara e vetë këtë lajmë? Absolutisht duke qeshur. Duke qeshur, e? Është një batuta jote njërë do të di? Jo, është... Ajo e di se me këdo aktori që Driloni bën filma e nxjerrin të lidhur. Pa. Edhe ajo... Mbasi ka ardhur koha Drilonit ta bëj publike të vajzën tamam. Po, i ka ardhi çik koha. Sepse ngelën duke i bërë të dashura pafund. Po ka frikë ta ftoj në studio. O zot. Jo, tash që jemi 1 metër distancë, ftoje, se nuk të thonjë gjë. Nuk del asnjë lajm. Kurse për pjesën tjetër të lajmeve, as nuk i pohoj, as nuk i mohoj, jam lodhur. Je lodhur, zemra ime? Jam lodhur dhe është e kotë, që do që të them unë, do vazhdojnë me të vetën. Më the për filmin me Driloni, kur del filmi? Para se të ndodhte e gjithë kjo që ndodhi situata me pandemin e tjerë, planet ishin që filmi të shfaqej në fund të këtij viti. Në fund të këtij viti? Diçka tetor, nëntor, dhjetor? Diçka e tillë, këto muajt që fillojnë dhe festat, që vinë edhe njerëzit nga jashtë, edhe... Do nga të regos një situatë... Do knaqeshin një qik me këtë filmin. Unë të njofë shumë mirë që dhe i di që s'ridot ti pa, njëre pa bo zarar s'ridot. Jo, s'ridot. Dhe ma si bo zarar, i ke gjysëmore përse mrapa shakat për vetën tënde dhe për zararin që bëre. Më të regon do një situatë të tillë, ku ke qënë me xhirimet e filmit. Me thënë të drejtën, nuk është se... Kam bërë shumë gallata me xhirimet e filmit. Nëse do të dish gjën më të bukur që ka ndodhur me këtë film, që do kujtohet ndër vite, ne nisemi për të xhiruar në Gjermani fiks në një ditë përpara se të binte tërmeti i madh. Tërmeti orës 4 të mëngjesit e ke fjalën, ky i dyti. Ai. Dhe ne ishim në Prishtinë, sepse e kishim nisjen nga Prishtina. Ishim shtrirë të gjithë në përdhomat tona, më saktë, unë jam e vetmja gocë e filmit, janë e ca goca tjera që janë... Figurante. Jo, në role dytësore, tjera, po gjitha pjesët që kam për të xhiruar në masivitet, jam unë. Okej. Edhe unë jam bërë tash si
çuna do me thënë më harrojnë që unë jam femër edhe thojnë shoku i grupit, unë jam bërë shokuana. Po. Absolutisht po. Po pra për respekt, dhomën ma kishin lëmë veç, se veç një femër. Unë kisha qenë nga ora 12:01 E darkës? Po, që i shkruaja çunave të dhoma tjetër, që mua më kërcasin dollapet e dhomës. Dhe se kuptoj pse. Dhe më kapi një lloj paniku i frikshëm. Shpirtrat e mallkuar, po përndishni natën. Jo, unë kisha një parandjenjë se mbas 4-5 orësh Ja, ra dha. tërmeti. Dhe unë absolutisht që nuk fjeta gjumë, unë ndryshoj totalisht gjithë akomodimi i dhomave, sepse unë shkova të fleja të këqunat, sepse vetëm nuk fleja, gjallë në botë, dhe në moment që ra tërmeti, se unë ndje dhe atje. Unë ndje në Prishtinë? Po, unë ndje edhe në atje ku ishim ne. Mbaj mund vetëm njëri nga çunat që ishte shumë serioze dhe një gjotha, ne ishim gjumë ndërka, një gjotha se më duket tha se po bi pa mbaruar fjallën tërmet, u kisha marrë valigjet, kisha hikur nga dhoma, isha poshtë, kisha marrë gjithë familjarët e mi në telefon, isha i qetësuar që ato ishin në rregull dhe kam ndetur deri në orën 7 mëngjesit me recepcionistin, nuk futesha në dhomë. Për qamer? Për asgjë në botë. Dhe të gjithë ditët që ne kemi ndetur në Gjermani dhe Xhironi, unë nuk e dija, mbase këtu do dalë pak ignorante, nuk e dija që Gjermania nuk ishte vend sismik. Fali mua se asu nuk e dija. Dhe nuk binin tërmete. Kështu që ishe rehat në këtë pjesë. Jo, nuk isha fare rehat, sepse çunat bënin shaka të tipi që tunin në i krevat, në i gjë, dhe unë isha dilja prapë. Dhe unë ato 14 ditë, 15 ditë dridhesha. E ke përjetuar? Absolutisht po. Po edhe je i qikëshu, Dua dhe të bëj qik vetun. Dua dhe të bëj vetun, si kur që më ka gjetur. Lëre tashi, i kam i qik shefun këto gjëra. Po që atë filmin e kemi kaluar gjithë kohës me këto. Se do niseshim prap tani, ndodhi kjo gjëja tjetër dhe në ky filmi po na ecën i qik kështu. Me data historike. Me gjëra. Ana, tani, duke marrë parasysh karakterin tënd të shkathët, edhe që përgjigjesh bam bam, do të bëj një pyetësor tani. Pyetësori quhet Ana zgjedh. Okej. Dhe do të vë 2 figura të ndryshme, persona publik, dhe ti do zgjedhësh ose njërin ose tjetrin. Po. Ja, Ana zgjedh. Po, që shkyllë, moj! Qa ylli! Ana, po të shiko, duhet të zgjedhësh patjetër shumë shpejt. Shumë shpejt, pas një lloj komenti mbrapa. Direkte, pastaj do thuash pse. Po fjala e parë është... E pra se ndilte i gjomu këtu që shkote. Pikërisht, duhet ta thuash edhe arsyen pse. Po njëherë në fillim e direkte, bam bam. Atëhere, në rubrikën ton, Ana zgjedh, kaloj me foton e parë. Albinako, Albi Isakaj. Albi Isakaj. Pse? Kam kaluar shumë kohë, dua shumë. Jo se këto tjetrin se dua, moj. Po Albi kam kaluar shumë kohë, është shumë djali mirë, e kam qef, i bërtisja shumë. Kaq në ndante që ta rrihja të densi, kaq. I kam bërtitur shumë, ka duruar shumë, si mund mos ta zjedh. Pra, okej. Fotoja e dytë, Klajdi Haruni, Young Zerka. Klajdi Harunin. Po pse? E kam shumë shok edhe nuk e kam aj shok sa kam Zerkën. Edhe, ku di unë kam ditë më shumë. Zerkën të kanë lidhur portalet, o? Po, kur doli kënga Ana që bëri Zerka... Qa kënge Dela Ana e kanë për ty? Absolutisht, po. Nora i Strefi dhe Gjiko? Nora me Gjikon, qa? Lepë të shqip. Olta Boka ka pas një këngë tjetër po për mua, po letë O zemra ime Muse. Si thom? Muz. Ja, Muzun. Lëre. Fotoja tjetër, Olsi Bylyku dhe Driloni. Absolutisht Driloni. Absolutisht Driloni. Drilonin, absolutisht. Nuk po pyes gjithë jetën. Fotoja tjetër, Dafina Zeqiri. Drilonim, se s'pë për Drilonim se. Pse? Se më ka dhënë gjithë ato lekë për filmin. Edhe them Driloni që të marrë dhe të filmit tjetër, më mësja budalla që por... Qëndroj. Fotoja tjetër
tjetër, Dafina Zeqiri dhe Tajna. Dafinën. Dafinën forever edhe unë gjithashtu. Më pëlqen Fotoja tjetër, Amir Rahmani, Taulan Xhaka. Pas. Se bësha ka Amirin. Po pse? Po nga që jam tifoze me Veronën. E, fole keq. Kur i bën gjërat me qëllim? Është çundi mirë, ë? Jam tifoze me Veronën, thash. Nuk Po ja Frenca, jeni në Instagram? Po. Mirë, a? Mirë. Ti e di vet. Blendi Fevziun dhe Sokol Balla. Blendi Fevziun. Pse? Më pëlqen shumë kur bërtet me shkopa, me gjëra, bam, bum. Tjetër, Edi Rama, Lulzim Basha. Edi Ramën. Pse? Kam thënë edhe në një vend tjetër, është piktar. Kam qef kur lym Penela. Fotoja tjetër, Murat Boz apo Burak Ozçivit? Qa këto me? Këta janë aktor turq të filmave. Kush ishte Murat? Murati është ky këtu. Burati është ai aty. Burak. Ky Murati ky. Pritme? Këtë im duket. Këtë? Mos gjanë me Amirin ky? Moj ti. Jo, më duk. Thjesht... Jo, se duke marrë parasysh jetëm ja, mua më pëlqen Buraku. E të shkej, pra shumë mirë, nuk do zihemi, unë këtë, ti këtë. Okej. Po nga që e dia që kishe qef këtë, ti pra mendove. Inis Gjonin apo Ingrid Gjonin? Ma kjo është pyetja më e thjesht në botë. Pa ngel hatri Inisit, Ingridin. Forever and ever. Po pse? Për shumë arsye është... Ku dion Ingridin. Nuk ka fjalë. Inisit mos t'i ngeli hatri, ë? Po i kemi ndaj gjërat, për shembull motra ime vogël me Inisin shkon shumë mirë. Absolutisht, duhen shumë. Unë dua Ingridin. Pik, kaq. Të bërtet Ingridi? Qa meraku ka Ingridi për ty? Më bërtet, thot. Më ka rrahur të rjetë. Edhe ti prapë do. Po që aji që të rreth të do, thajnë kotë. E kam shkruajtur dhe në përmure me sprajt. Ma bet kotë të shi. Dhe, këdo përzjedhësh, Roza Latin apo Analikën? Shive të shi, vetën time se zjedh do të se i bje që të ri vetëm me vetën time. Që s'ka kuptim kjo gjë. Do përzjedhësh Roza? Unë të zjedh ty, nuk e dja e njef shumë këtë gocën ti. Kam dëgjuar që ka fshon kjo. Nuk e dja e njef shumë këtë gocën ti, po me këtë gocën ka le pushtimet më të bukra në botë. Që kështu të ta zjedh unë atë, se s'kam që bëjnë. Sa, po ka le pushime unë këtë vitë, se do ti të shi që të më vësh muar me s'kyre zjarave, le të shi këto abeta. 1 sekund të shi. Ka që ishte? Do kalojmë pushime prap këtë verë? Pa tjetër, moj. E kemi lënë? Absolutisht. Vëj prap gjami të shi. Pra që po thonim, pra ky ishte dhe pyetësori, Nana zjedh, duaj të rëkitjet, ua gjëgjaja. A të dolla si pas parashikimeve? Të dolla si pas parashikimeve me pyetësorin? Të shgënjeva? Jo, nuk më shgënjeve të asnjë, për zotin. Qa ke prap? E diti që nuk të shgënjejon. Tani, vete lakove që pushimet që bëjmë ne të dyja. Thuaj mëj motër. Po shiko tani, le të përmendim pak herën e fundit. Jo, herën e fundit nuk ishim pushime. Jo të më falër shumë, po herën e fundit ishin trauma. Nuk ishim pushime. Që ta marrin vesh që të gjithë ata që po na ndjekin këto momente, pushimet e fundit me Analikën në fakt kanë qenë edhe xhirime. Se unë gjithmonë kur kam një projekt të ri, në emision të ri, anën e marr gjithmonë sepse shoqëninë time i marr të parët, duke qenë se dhe ja njohim tipi njëri tjetrit dhe kemi kimi. Po dhe ka vjetë estime, gjërë. Dhe i them Analikës, e mamen kur kemi qenë njërë për pushime në bosh, po kemi tani dhe i bëj me kamper. Edhe zbresi me kamper për në jug. Po në fakt, kur kemi patur për buk me vete Analikën, ta i episod, ka qenë episodi i incidentit që Bolin, shoferin dhe rejnë fotografin i kanë kërcënu me pistolet në Ksamil. Ka qenë fix Analika në atë episod. Unë jam dhe tip që e mbaj shumë presioni. E tu palosat e kamperi nga gjëndja ankthit, më kapi paniku. Qova një saran të tërt më blenin qetësusat nuk kepeshin mas me recet. Po është e vërtetë, majmen? Hapëm krah.
krahë ai hoteli i madh. Hapo që ka dhe krau, pishinë. lag me ujë, fërkokt. Frika anës se ne do shkoshim komisariat. Këto do hiknin, instaluan qimka këtej, kamerat vogla, mikrofona në gjep, u bën si detektiv, u nisën, më lanë mua, më plasën në një kafe, ande. Sa të baronin punë, mua më pysën ato të kafes që qa kemi gocur, isha, unë s'dija ku isha. Ana, e shef Rejin fotografin aty? Ne e shoh. ai. Jo, nuk i flas ati, tu s'bëri foto në fillim mua atë emisionit. Hajde, lej këto. Rej, afro Rej në 2 metër dista. O jo, nuk lejohen 2 veta. Iko Rej, se do hajmë në i gjopë. Iko Rej, s'pas ka qenë e shkryt me re. E bukra është, le të nisim pak për kujtima, sepse këto janë backstage që unë jam e bindur që të gjithë do donin të dëgjonin. Të kujtojmë qik momenti që ty vjen të merë makinat, ne ishim gjanë në jug dhe qoj makinën e orës, makina ora njuzit me shoferin që ne i thoni Montana, se jep të makinës shpejt edhe maron të push, ishte shumë shkafët. Vjen, po bol qesh o bol, se s'kam arrit akoma të e pjesë. Po kujtojt që më thanë mu. Qa të thamë të mëj? Dhe shkon Montana bashkë me Kenën, asistente në produksionit, shkojnë Kena dhe Montana për të marrë Anën në Tiranë. Ku ishim neve? Ju ishit në Borsh. Ne dhomat i kishim në Borsh, të dajot e mi, kësha qua stafin të dajot. Edhe presim Anën, vjen Ana dhe në thot Kena, në thot, o Roz, ta, kemi qesh gjithë rrugës, ta, po dhoshte e Ana rrugës, kujdes ta mos ju ndodhë në i gjës, o unë jam macja zezë, qa nuk ndodhë, ja, motër. Po mirë, të pak të nuk janë nxora vetës time, ju janë nxora ju. Faktikisht, shqipse po qeshun, se ti këtë gjë nuk e di. Vinë më marin natën vonë mua këta, që të bënin rrugën... Po e di, se kësa kishin baruar gjërimet me personajë. Përveç kësaj dhe të bënin rrugën qetë, pa trafik, pa gjëra, se ishte, ja, Shqipëria. Sakatum, shumë lodhe kemi pas. Vinë më marin, hypin në makinë, unë nuk isha fjetur gjumë një natë më përpare dhe thash, po shtrihem pak që të flej gjumë. Shtrihem për të fjetur gjumë, edhe nga që po e shikonin që unë s'po jepja mua betë si që jam unë në përgjithsi që jap mua betë, po isha e lodhur, them drejtën. Sa po hypnim llogaran, dëgjoj një bashkëbisedim të Kenës edhe të Montanës. Ta zjoj manën t'i themi të vërtetën dhe unë si që isha shtrirë, tak, hapa sytë, thash qa po ndodhë. Dhe i thot kjo, jo mos t'ja themi, se ne bëm dhe i herë tjetër këtë rrugër, s'ka si lloj problemi. Po. Jo, s'ka u qova unë, i thash që do më thoni? Se ishte një gjë që s'po më pëlqente. Tha Montana, po, shiko dhe janë konsumu tha i qik në frenat e makinës. Jemi qik në rezinë për këto këtesat e llogaras. Unë, Roza, më shkoj gjaku në mund të këmë. E më i qik sensumar. Nuk doja vetën të them, dhe ta shikëto, e thanë këtë gjë që të më zjonin mua, që unë t'i jepja mua bet. Që ata mos i zinë të i gjumin t'i manë. Dhe deri sa zbritëm llogaran, nuk më kishin treguar që kjo ishte, e kishin thënë kot. Deri sa zbritëm llogaran, vazhdonin këto dhe unë që i mbaja me mua bet. Po ja, kështu që të kalon të rruga, kupton që mos hecim shpejt, se po arrisim edhe i në qik. Dhe kur arritëm që zbritëm poshtë, mund shtrihesh se ne po bënim nuk doja vete, po nuk isha ku zbrite, se unë përgjithsi zbres, këshu marrë valigje ti, të hiki nga shpia, i kam qef të skena shumë. Mos më thua sherek lafi se mbledh valigje t'iki nga shpia, leta Oh my god, yes, I understand. Po, këto të shpis nuk e hajnë më këtë tek. Tani, një tjetër gjë interesante, kur ne kemi patur analikën të buk me vete, që e mora me vete në jug dhe në kamper dhe kemi bërë gjërimet tona, erdi Analika gjatë natës e solën. Oke, fletëm ne. Në dhëmë, Analika ka fletë në dhëmë me mua me Kenën, dhe kur u zgjuam tani, Ana ishte gjithë nerva. Qa ke moj Ana, i thashun? Nuk jam unë sota për gjërime, s'dalë do të para kamerës ta bëj me qesha. Më ka lek borç njëra, tha, më ka bo blok, më ka fik telefonin. Si mujt ka lek borç, po, tha, dhe më ka fik telefonin.
Tregoj apo ta tregoj unë? Do e tregosh? Mua më kishin bërë blok në telefoni im, se kur të pas ka lek borç të ka blok, nuk e dija. E që ka ditë nuk jap më lek borç, se s'kam për vete, jo më t'jap tjerve. Mua bete tjera. Kthemi. Dhe telefonin tim nuk e hapte më, blok gjitha ndej unë, më kishte bërë blok deri në Viber që unë s'kam. Ne gjitha ndej kishte bërë blok. Dhe qa bëna, na më thot mu Rozma, e për që këtë telefonin, tha, ta malu, për budalaj që ajo, tha, mori Analika telefonin tim, e dhira telefonin, më bëjsh blok të s'jarojnë. Jo, i zëko, kur pola me numrin tënd, sa thash, alo, unë mu bë blok edhe te numri janë. Po, më falj, po. Tash alo unë, opa, pi, blok mua dhe ta i numri. Dhe merë telefon. Marë telefon e Kenës, të asistente. Tash më je pak telefonin këtu, formova për sëri numrin, hap telefonin, alo, parë s'më kuptun mi. Kur i thash, po pse bën blok? Pi, blok dhe te numri Kenës. Thash, po pritësh dhe ne jemi një staf i madh këtu, një të fut nga dhoma. Ishte dhoma që ishim unë, Analika edhe asistentja, dhe dhoma në gjitur ishi kameramanë, dhe një dhomë më matan ishin pjesa tjetër e stafit. Dhe Ana i ka marrë dhomat me radhë dhe gjithë telefonat me radhë të stafit i binte asaj tipes. Dhe të telefonata 11, moj do blokosh Vodafonin, po të themja, po bëjq blok, se kam dhe 15 vetat tjerë këtu, që mund të sepse u bë një loja që bukur, sa të gjithë staf ishin, merë numrin ti. Dhe ajo atë dite i ka bërë blok minimumi 25 numrave po një, sepse në fund fare doli dhe i fundit i Mojkami që më dha numrin e vetë, tha nata se kam dhe i numrin e se. Pastaj të të bëri gjblok, e la telefon, jo, tha, tani si bitha. A bëri gjblok, ka që me telefon. Edhe u këthye nga unë, tani tha, jam gati për gjirim, tani më kem formë, tani gjirojme. Bëjmë gjirime shumë bukura, knajqëm jashma se shumë buk me vete, kujtimet bukura janë vërtet, je fantastike, Analika, je aktore shumë e mirë dhe improvizon shumë bukur, sensi në humori dhe improvizimin e ka armë të fort. Dhe unë e vlerësoj shumë të ty këtë gjë. Dhe, te i përtej. Dhe ndërko, ishim në kamper ne në dark, fotografi dhe shoferi Boli që ishte personazhit e emisioni Buk me Vete, ishin të makina ime, s'u kisha zbritur me makinën time. Dhe ne tani në kamper më marrin mua në telefon, ndërkohë që unë po bëja intervistë me ty. Më merr Iliço, më merr fotografi im, edhe më thot, o Rosa, hajde qiko nona, tha se i kanë gjujt Bolin në pistolet. Mes kamperit, mes kamerave. Rosa, hajde qiko nona se kanë gjujt Bolin në pistolet. Usa kisha mbledh vetën nga lekët borgj. Mëra kjo t'je u palosa. Jo, po të dhash atë ditë që nuk jam për gjirime, s'ma beso. O, zotë. Në njëherë, unë nuk jam si matë e zezmi, se ndel nami kota shti në për dynja. Po ndo njëherë, kur nisem, jo me pishmallik, po kur e di që s'jam në formë vetë, më duket sikur ja sjell tërës gjithëve. Ndo njëherë e evitoj këtë pjesën, kupton pse me ta sjell tërës unë ty kur s'jam mirë vetë. Për zoti, jo, nuk besoj se sjell tërës, se kemi vënë një gjam trash këtu. Jo, po sot isha mirë unë. Sot jam farm. Po sot jam... Duke si e dashuruar, si e lumtur. Jo, tash pa jam e lumtur. Le, tash i kajs, basta. Basta. Analika, se me vërtet ti nuk përgjigjesh kështu me pyetje, po ti duhet i përgjigjesh pa tjetër lojës. Po mi me të lojrat, po me se themi ishte loj. Okej. Dëko, këtu në Why Not, me vërtet ne nuk kemi do publik, me vërtet dhe regullat i kemi që më shumë se 2 veta në studio nuk mund të jenë, moderatori dhe personazhi i ftuar, po kështu në këto kushte si jemi, me alkoolin me vete, do i qik për durët motor, se si kur i bën... Si kur i bëm i qik edhe ato orën që duhet i hedhim të duar, ashtu dhe,
Na falni. Ja. Ja ta hedhim me nga mbrapa, ja. Na hecim marrë. Në këto kushte si jemi, si do që tjetë, do bëjmë pa tjetër lojën tonë, e kam bërë, se kam bërë kur. Pame. Je gati Analika. Ua gjëgjaja, ku janë tabelat, ua gjëgjaja? Ishte mi të dashur, jemi këtu në Why Not dhe jemi të loja jonë klasike, e kam bërë, se kam bërë, kur. Je gati Analika. Oke. Të dyja do I përgjigjemi, jo vetëm ti. E pra, Wow. A I shef që është Macja Zez, more, a I shef, more. Syni keq. A I shef, mo që është Analika. Të betohem, të di me shumë qefu, se di pse ndodhi këto që. E, po kemi 3 vjetë që bëjmë këtë lojë, s'kishtë bova kikë. Ja, këtu qoftë të keqa. Aty dalë të keqa, ma. Ja. S'kam faj unë. Fajnë e ke vetë që 3 shoqen këtu I ve fotot gjithë. Se kishim logë shumë, se ajtë dhe jetë interviste qetë. Erdhe aty më plasa albumin e fotografive, bam. Dhe ka ishte qeshura pa fund, unë uroj që... Humbra muskujt e barkut, sot. Unë uroj që ka ishte ndikuar edhe shikuesit, gjithë ata që e ndjeki Why Not-in. Jo më kot të zgjodha si tëftuarën e parë, bas kësaj heshtjet pandemisë, zemër. Love you. Love you too, baby. Bo, gati, se kujtove se shpëtove. Atere. Analika, kur nuk kam dalë jashtë orarit të karantinës? Analika, kur nuk kam përdorur seksualitetin tim për t'i shpëtuar një gjobe? Mund të tregosh situatën dhe ke ndonjë... Jo, kështu përgjithsisht e bëj këtë gjë. Si përgjigjesh? Faktikisht nuk është se bëj tamam si sensuale, bëj si ti bebi. Që janë edhe pa fajshme, po... Analika, kur nuk kam bërë seks me një ex? Okej. Jo. Qoftë është eks, po? është eks. Nuk është se kisha nostalgji? Jo, se... Gjen tjetrin pastaj, apo kur s'ke lidhje, thua ti? Ku nuk e lidhje. Jo, prap jo. Jo. I ka hik ajo. I ka hik pasion, le zjarë. Analika. Po mirë I bëj si be policit, se sa ti bëj si be beksit. Hajde. Analika, jam përplasur fizikisht me një rivale për dashurin, duke përfshirë flok, thonjë gjëra. Never. Kur dhe zabi kur. Never. Analika, kam marruar telefon... Tashin në njëra mund videt më kapi nga flokët, po unë se prek dhe dorë. T'ka ndonë me dhe? Jo, s'm ka ndonë, po thash... Hipoteza mi hedhim kot. Kam harruar... Analika, kam harruar telefonin diku dhe jam të meruar se nuk e kisha me kod. Never. Analika. Unë e kam pa kod telefonin, edhe e harroj, po s'kam asgjë komprometuse. Okej, bravo. Mbaj foto të mija... I mbajte laptopi. Po, lërë moj tafe. Okej. Ana, mbaj foto të mijat nudo në telefon. Edhe e ke pa kod telefon. Po, si janë komprometuse atë, se unë si kam nudo. Deso zemra se... Pa jami. LBT një gazetare na blokun sajtin e pornos vetëm për I gazetare. Po jami zemra se unë I qik shpatull, nëzjeri qik gjuk. Ky është porliku. Kjo ishte e fortë.
Kjo është gjithë nuditeti që mund të shfaq unë. Mëj roza, mëj qa i hedhujt, mëj pa hajtë. Atëre. Po se nga që folje për atë sitin ti prandaj edhe. Prandaj. Atëre, kthehemi. Analika, i kam dërguar dikujt gabimisht një foto nudo timen. Never. Analika, kam gatëruar të dashurin kur kam qenë tap ose me nerva. Që i kam bërë me? Kam gatëruar të dashurin kur kam qenë tap ose me nerva. E kam gatruar me një njëri tjetër? Apo një tjetër për krau ose ke puthur? Jo, tharë se ke ngatru këshu me njerëz tjerë, për shere, për gjëra, pas këtë se kam bërë. Jo. Analika, kam gatëruar shtëpin kur kam qenë tap ose me nerva. Për që do ngreshti? Never. Qa thua? Se ke nga tru shpim, po ke fjetë e shkallët. Se kur ka fjetë e shkallës fa jo të ka qëtë. E di, prandaj them. Drejqi? Jo, nuk e kam gatru. Nuk i bërë të s'ka që i bërë shoqja jote. Vetëm kam qënë tap, kam fut qelësin e shpis të ashënsori. Me ide që isha të dera shpis. Okej. Atëre, Analika, kam çmendur dikë me telefonata dhe mesazhe. Ma jep dhe atë? Ti do? E kam bërë apo se kam bërë? E bëj çdo ditë. Why? Pse? Nuk e di, po m'le telefon në dorë dhe ka ofertë mrena. Bo që bëke. Okej, kushe disa e karikon telefonin. Jo, po është po kjo periuda e karantinës, për prandaj do të flasësh me sa më shumë të heqësh mendje në kështu gjëra shmë. Analika, kam prishur misi për një lavgoje. Yes, jemi binjakët në horoskop. S'falim sa gjëra. Lavgoje, si që ta lam ta mama i, po... Thuhet lavgoje, hajtë mo, lafi që bi. Kam bërë drama dhe i kam thonë të shpive që do ikin nga shpia, nuk do jetoj më me ju. Ua, tër E ke bërë jetën. shpeshe, Tër jetën. po prap thesh. Nuk i ki fare, moj, nuk dalë nga pragu derë. Po thjesht e thua. E them, të shkoj ku të shkoj. Bova kithe më blej në i shpi, se dhe ato se durojnë do të mos i fjali. Edhe thash... Na qelë sa të bo. Po se kam bë kur që këshu. Analika, kam ecur zbathur në për Tiranë në një natë të lodhshme. Nga qa ishe lodh? U kisha dalë, kisha kërci gjithë natën, po ku kam qenë e re. Ku ke qenë e re, zemër? Kordilja, atere Kordilja. Po a kam marrë nga bloku dërë të shpia ime në këmë për atë punë. Që shpinë e ke? Te komuna Parisit. Mirë, pas ke ecë goxha. Kam hec. Okej, Analika, jam larë në det Lakuriq. Never. Asë se kam bërë kur. Analika, kam pasur takime me shumë njerëz njëkohësisht. Si takime, si se kuptoj. Takime date. Dashurie. Po, për të njohur. Ja. Dikur edhe e kam bërë moj. Po, pra. Po kam qenë shumë e vogël. Ore se mos na kish kupton Mileti, ore. Ore se mos më kish kupton ti dhe ua xhaxha Jo, kamerat. mos të kish kuptoj fare ty. Po, ashtu dhe. Unë se kam bërë se nuk e përballoj dot. Nuk e përballon dot. Unë kam dalë për shembull. Kam dalë ditë në hënë me njërin kam pirë gotë verë. Kam dalë ditën e martë me një tjetër kam pirë gotë verë. Kam dalë më kur me djalë tjetër kam pirë gotë verë. Po su lodhe me lumë. Të dalë me atë tënës, se ja vlente. Këta të martët më kur kam qik punë. Kështu, shef jetë njerëz dhe me punë diferencime. Nuk u lodhe me lumë madhe. Për një gotë verë më se vajta në shpi, pëse fleta me qenushat e mi. Po qa je kështu? Ku di unë? Analika, e kam gjetur djalin e duhur, the one. Po e pranon, e ke bërë do me thonë, e ke gjetur djalin e duhur, the one. Them se po... Qa pëlqena i të ty? Kushmi? Kë djali i duhur, the one. Kushmi? Se kush vetëm nëndrat e mija. Se dja, për këtë duhet më pytë.
Zotin e punës. Zotin e basta, thuaj. Unë vetëm ngrita pallaskën time, çam tako mu. Duar trokitje për Ana Likën. Ana, je fantastike zemër. E di se sa knaqem sa herë vite këty. Për Zotin. Se mbase nuk ma beson njeri, po të betohem knaqe maj shumë, më duket sikur jam duke pi kafe, kupton, nuk është se e mendoj që jam në emision. Kur shkoj në shtëpi, pastaj them, "Ma çka kam thënë ta Roza ose mos kam thënë një gjë që s'u." Se kështu ta merr zemrën e Roza, me qeshme, me të mira. Se çfarë them këtu? Bam bam bam. Kupton se çfarë them këtu, e them shumë, "Ma çka kam thënë ta Roza?" Kupton ti tash? Zemër ke dalë super shumë mirë, Xhaxhën e shoh shumë të kënaqur, gjithë stafi janë të kënaqur, jam e bindur që gjithë shikuesit gjithashtu. Po do kënaqeshin këto, viun këtu mos kënaqen. Shiko, me këto kushte që jemi, me këtë qetësi që ka kapluar të gjithë globin, le të themi që i falëm disa nota gazmore publiku tonë të dashur. E mbyllim me dinjitet? Me dinjitet shumë të madh. Çohemi tani. Zemra ime, po mirë se më erdhe. Mirë se të gjeta. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të jem këtu tek ti. Më pëlqen jashtë shumë që ke ardhur. Rej Liço, nga ty ku je, na bëj një foto. Me thënë të drejtën se si është ky takimi, po prapë është i këndshëm. Zemër. Rej, një foto të lutem. Faleminderit shumë, Rej. Ana Lika. Faleminderit. Kalofshi mirë që të gjithë, vazhdo shi